Komisioni Parlamentar për Reformën Administrative Territoriale u ndal në fundjavë në qarkun Dibër. Në takimin e zhvilluar me qytetarë nga i gjithë qarku, komisioni mori sugjerime se si mund të jetë ajo dhe efikasiteti i reformës aktuale 10 vjeçare. Qytetarët që morën fjalën në këtë dëgjes kërkuan që reforma e re territoriale të afrojë më shumë shërbimin nga qytetari dhe jo qytetarin ta dërgojë tek shërbimi. Ata kërkuan që pushteti vendor të mos jeti përqendruar totalisht në qendër, por edhe në zonat më të largta me kompetencë të plotë. Por në këtë dëgjes kishte edhe nga ata që vlerësuan reformën aktuale të ndarjes së vendit në 61 bashki. Populli tha e po zhvendoset nga zonat rurale dhe po shkojnë në qytet. Dhe unë të thojë më tej, ka dalë jashtë shtetit fare. Arsyeja pse është fruti i reformave të juaja. Kjo lëvizje. Nëse tentojnë tek ajo që tha e ti, bashkia është forcu, mu më ngjan sikur t'u bëj ftesë gjithë këtyne, hajni këtu në sallë dhe t'u ushqeheni, ndërkohë që sofra është atje. Dhe ju thuhet zgjatni dorën dhe arrini të mbijetoni. Gjëja që është e pamundur. Detyrohen gjithë njerëzit, hapin derën dhe largohen. Reformat e juaja po e përqendrojnë gjithë kapacitetet njerëzore po i përqendrojnë në qendër. Pra, që të ushqihet gjithë kjo sallë, nuk me duhet një tavolinë atje. Me duhen sofra dibrane, në çdo 10 veta atje të ketë sofrën e vet. Të mbush sofrën e vet, të ushqihet në sofrën e vet. Sepse nëpërmjet sofrës qendrore nuk ushqihet masa ashtu si duhet. Ne kemi nevojë për një bashki të fortë. Pra njerëzve që të mbështesin zhvillimin lokal dhe të japi zë komunitetit. Klosi nuk duhet të zhbohet, por të fuqizohet. Do të them për Klosin, me qenë se jam atje, po dhe për Matin ndoshta, bashki e vogël në dukje, por që është një 3-4 herë më e madhe se Libohova apo Këlqyra. Ndërkohë që territori është i madh, kërkesa për shërbime është shumë e madhe. Kështu që duhet, jam plotësisht dakord me paraforcën që numri i bashkive duhet të jetë kaq, Klosi duhet të ekzistojë, Mati të ekzistojë, Bulqiza, Dibra po ashtu. Reforma duhet tentojë të ruajë identitetin lokal. Shoqëria jonë po bëhet kozmopolite, por nëse ne nuk ruajmë traditat, zakonet, kulturat, kështu siç janë të organizuara pak a shumë në këtë formë që kemi, njerëzit do vazhdojnë të ikin, do vazhdojnë të largohen. Qeverisja e mirë është bashkosh qytetarin me shërbimin. Përkundrazi, bashkia Bulqis duhet fuqizohet më tej, sepse ka identitet të qartë ekonomik, ka potencial zhvillim dhe nevojë specifike që kërkojnë administrimi lokal të dedikuar. Nëse Bulqisa do përfshihet në një bashki shumë të madhe, ekziston rreziku që investimet dhe prioritetet të përqendrohen larg komunitetit tona. Përfaqësimi lokal të dobësohet, si dhe shërbimet dhe qytetarit më kryesorë të bëhen më të vështira për shkak të distancës dhe kompleksit të territorit. Duket qartë dhe nuk do shumë koment. Në fakt, kjo reformë jo se që perfekte, po që një reformë që totalisht dha rezultate pozitive në të gjitha njësitë vendore të Shqipërisë. Dhe të gjitha shërbimet të kryen shumë më mirë në njësitë administrative, nëpërmjet njësive administrative, sepse ne dimë mirë që komunat nuk ishin gjë tjetër, vetëm ishin ca feude që qeverishin nga ca njerëz aty, që nuk bënin asnjë lloj shërbimi, që i bënin fonde të rrushë kumbulla. Unë mendoj dhe besoj dhe jam shumë i bindur që kjo dëgjes publike është kot, sepse ju e keni marrë vendimin dhe vendimi juaj është që do të ulet numri i bashkive. A ka mundësi të më thot dikush pse ikin trit, pse ikin nga zonat më të largta dhe nuk vinë qytet? Ato po thuj se ikin të gjithë jashtë shtetit sepse nuk marrin shërbimet e nevojshme. Bashkia e Dibrës ka pak a shumë rreth 1000 km2 sipërfaqe. Si mund t'i thoni një banorit Lurës apo Celishtës që duhet vinë Peshkopit, bëj 3 orë rrugë vajtje, 3 orë rrugë për shkuar në shtëpi, për të marrë një shërbim në qendër bashkisë Peshkopisë, ku mund të jetë radha e personave që duhet marrin në shërbim për këtë bashki shumë e madhe. Atëherë ai duhet të shkojë përsëri në shtëpinë e vet. Kështu që shërbimi ndaj qytetarit është tepër i larguar dhe jo efektiv. Pavarësisht nga fakti që kemi edhe fshatra me distancë largët, unë personalisht mendoj që reforma e ka kryer më së miri funksionin pavarësisht problemeve. Komisioni Parlamentar për Hartimin e Reformës së Re Territoriale po zhvillon një tur dëgjesash publike në të 12 qarqet të vendit tonë.